unë e poshtë dje dhe atë prononcimin e kryeministit që ka mërë të mirë, që i tha asaj senatorës, unë e kërkoj që të jetë bën stili bazë e përhershme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Edhe është për mi urue gjithmonë, pavarësisht kush e thot, çka e thot, unë jam hoxh gjitha partive. Shumë e vërtet. Unë nuk jam një partije. E vërtet. Mirë po, kur e thot mirë dikush, mu më pëlqe. E pa dosh me shty temën, me ndru temën, po çka mendoni për këtu që falem pak më herët se trohshëm pak me ful, që gjuni ngrit dyshime pak për tha i Zoti i shtëpisë duhet me dal me ful, a mendon se i takoni peshqis me dal me ful për çdo konvertime? Po shiqo, ato në të gjitha fotot, shembull për bëjt këtyne njerëzve që janë konvertue, i shofëm shembull për bëjt se kanë bu foto me tu. Edhe ta shin Facebookun ati, dhe me thonë ashtu mund që e tha, 100% që ashtu është. Dhe me thonë me bekimin e tina, me iniciativën e tina, unë s'kam foto me ta. Edhe do më thonë që nuk ka dyshim, asë një fije dyshimi aty mirë, po nuk është mirë. është mbrapa? Nuk është mirë, po, 100%. Mirë, po nuk është mirë mi gjue gurin e mi mshef dorën. Sikur që u përmen, kënena po shkoj për pineraj, e për respektaj familjen Jashari, kënena po shkoj në mjedis Beogradi, do në thartë marrë pak, mu skuq pak. E nuk është në regull, por i peshkvinë e Kosovës, nuk është në regull. Do është mund ndërlidh disa sekunda për, që tha për simpatinë e popullit Kosovës për Amerikën, ku që mire ka, po unë e në kam ndërlidh me një fakt tjetër, nështë asë nuk i kuptu, shkoku që i po fiton një subjekt i majtë, dhe Amerika nuk e do të majtën, kjo është argumenti jem, zotni. Subjekti i majtë, që i fiton me kaq simpatit mollën popull, zgjedhjet, e krijon bindjen, se edhe vetë vendosja e ka sulmu ambasadorën amerikanët dikur. Se kjo të region që populli i Kosovës nuk ka pro-amerikan sa ka qenë për shkak se po fiton një subjekt i majtë rrugaçesh. Sa ka qenë, po thotë, jo që sa ka qenë. Se fundit, subjekti që kanë kriju shtetin, edhe që janë qojnë pro-amerikan, janë të tjera të opozitës, ky subjekt që ka ardhur në pushtet përmes dhunës, përmes rrugaqërisë, përmes vetë fundosjes, jo vetë vendosjes, kë nuk ka pro-amerikanizëm as pak, se është subjekti majtë, Amerika nuk e do të majtën. Nuk e di unë, partitë nuk e di smira. A i lon partitë dolmi tek, a i lejon feja muslimone apo islame, feja jonë e dashur, me u martu me një krishterë dhe qysh me trajtu? Po, gjithsesi. Hajde, se i kena një do që s'bane. Edhe ashtë tolerante se me të vërtet, ka njëherë, kër i ndëgjojmë komentimet e dikujt, që shë paraqesin fejën islame, të shten shumë me dyshue. Po vetë pejgamberi a.s. ka pas grua krishtere. Po kanë pas edhe shumë personalitete gra krishtere. Me fejë islame nuk guxon ti, mi ndalu ato me i thonë më shkon kish me i bo lutjet e veta. Po duhet mi lejue. Dhe më thonë, kjo është islami, që, kështë kështë i hëtë zotë... Dhe më thonë, e lejan një të krishtere me... Gjithsesi, edhe nësë një mënyrë, nuk guxon me bo trysni, apo me bo dhunë me i thonë, jo, bënë muslimone se për ndryshe nuk banë. Ai që e kupta fejen, feja vërtet, e lejan, po edhe e urdhënan. E urdhënan milion me shkun kish. Bile. Feja islame thotë bën me shkun kish. Pse jo shembull ka standarde difeshta? Bile pse jo shembull për bëj. Lejon femër muslimane marrë me katolik. Edhe mi afrua shembull për bëj me kërë, pse ju? A lejon femër muslimane më martu me katolik me krishter? E tash kjo është diçka tjetër sen, shembull për bëj për shkakun se femra muslimane me gjithë se tek ne ka raste për gjithë ditë, martohen shumë femna muslimane, shembull për bëj me të krishter. Mirë po, për hir të sinqeritetit që ka në fe, feja islame kur martohet, domethënë femra muslimane kur martohet për të krishter, rrezikon se nuk është kjo tolerancë te ju qysh është te muslimanët. Që milon shembull për bëj ai katoliku, dëgjoj. Po tha milon ai
mi majtë Ramazanin e më svej thonë, hec këtu, bojmë dashni në Ramazan. Apo shemull të bëj, vallaj unë e pëqona pi fali sabahin. E me thonë shemull të bëj, jo më s'ma presh gjumin, se unë nuk lejej këtu ty, mu qua me rëpluë me.